E po am pra që kemi pasur betim të asamblezve, kemi pasur betim të kryetarit të rizgjedhur përparim Rama dhe kemi rizgjedhur si kryesues Femi Kupina në kuvendin komunal të Prishtinës. Dhe po ashtu, e po materialin tjetër, që na fliste për këshilltarët komunal që 2 ditë pa u betuar në fakt si këshilltar komunal të Prishtinës, emrat e tyre kanë dalur në listat të partive politike për deputet të kuvendit të Kosovës. Në fakt, ata supozoj që vetë janë të lodhur nga krejt kjo garë zgjedhje pas zgjedhjeve, por natyrisht do të flasim se a do të lënë ata keq kuvendin komunal, a është në rregull që një gjë e tillë të bëhet, pra që një i zgjedhur i popullit, sepse edhe në kuvendin komunal nuk janë të emëruar, janë të zgjedhur të popullit dhe të njëjtit duan që të zgjedhen nga populli sërish, por për të përfaqësuar krejt Kosovën në kuvendin e Kosovës. Flasim për krejt këto, edhe për një çështje tjetër se kush mund të jetë këshilltar komunal kur punon në punë të shtetit, a duhet ta lënë njërin pagë apo jo, me Sazan Ibrahimin që është nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Mirë se erdhët. Përshëndetje Raimonda, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni sonte me ne. Na tregoni pak për këtë, pra po am emra që secila parti ka zgjedhur të paktën 2, kësaj radhe pak më pak nga kuvendet komunale, 2 më të votuarit. Pra 2 më të mirët që kanë marrë vota më shumë, partit shumica prej tyre ose 10 më të votuarit kanë zgjedhur 2 emra për t'i bërë si kandidat për kuvendin e Kosovës. Kjo për shkak që partit nuk kanë emra apo për shkak që si e shihni ju krejt këta? Është në rregull sepse ende pa u betuar i hyn një gare tjetër. Raimond, tash ka aspekti ligjor, e drejta e tyre ekziston, që të përshjen edhe në lista për zgjedhjet qendrore. Do të thonë ka qenë po besoj edhe vullneti i tyre që të futen në listat zgjedhore për nivelin qendror. Unë jam dakord që ata posa janë zgjedhur si përfaqësues të qytetarëve të komunave të caktuar të mbrojnë dhe të përfaqësojnë interesat e atij grupi në kuvendet komunale, mirë po në bazë të legjislacionit në fuqi këtyre personave apo anëtarëve të kuvendeve komunale i lejohet që të garojnë edhe për nivelin qendror. Pra kjo është me legjislacionin në fuqi dhe ata e kanë shfrytzuar këtë mundësi ligjore dhe i kanë emrat e tyre në për listat zgjedhore. Tasha do të zgjidhen apo nuk do të zgjidhen, do të jetë në vullnetin e popullit që të votojë apo ata të qëndrojnë ende më të. Po, sepse fakti që janë më të votuarit nuk do të thotë që i njëjti mund të besoj të njëjtin si për përfaqësues në kuvendin komunal, si për përfaqësues në kuvendin e Kosovës, plus që vota për kuvend është pak më e le të themi më ndryshe, në komunë voton ndryshe kryetari, ndryshe asamblejsin, atje je i detyruar në një listë. Po, është shumë e vërtet, mirë po këta anëtarë tash mund të marrin vota edhe në për komuna tjera. Po. Do të thonë se në zgjedhjet lokale është e përcaktuar që vetëm në një komunë caktuar mund të merresh vota. Pastaj dallimi është që në listat për anëtarët kuvendeve komunale ti mund të votosh si qytetar vetëm një kandidat, kurse në nivelin qendror janë mundësi deri në 10 kandidat. Do thonë këto ka dallime të jashtëzakonshme sa i përket marrjes së votave. Mirë po tash edhe përcaktohet fati i tyre do të përcaktohet me 28 dhjetor dhe pastaj do të nëse para 28 dhjetorit një komunë, cila do qoftë, është jo vetëm Prishtina, sepse vlen ligji për gjitha në Kosovë, mban një mbledhje të rregullt. Pra, le të themi Prishtina thotë ta votoj buxhetin e vitit 2026. Këta këshilltar komunal që janë në garë, a mund të votojnë? Ku? Në kuvendin komunal të Prishtinës, natyrisht. Po, ata shikoni pas zgjedhjeve, pas certifikimit të rezultateve, një person mund ta marrë vendimin personal se a do të jetë pjesë e kuvendit komunal apo e Parlamentit Republikës Kosovës. Do të thonë, pas certifikimit të rezultateve, ai person vendos se a do të qëndrojë në komunë apo në nivelin qendror. Do të thonë, gjithçka është e lehtëshme në këtë aspekt. Nëse krahasojmë me zgjedhjet e shkurtit, do të thotë në zgjedhjet e shkurtit që ishin po ashtu zgjedhje për nivelin qendror, kemi pasur shumë kryetar komunash që garonin për deputet. Kjo duket që nuk është tash. Kemi më duket nuk ka fare. Po, jo, me dijenin time nuk është asnjë kryetari sapo zgjedhur në listat për zgjedhje nacionale, sepse ata posa e morën detyrën dhe shumica absolute e tyre kanë marrë detyrën, sepse jemi edhe në proces të dhënies së betimit të kryetarëve dhe anëtarëve të kuvendeve komunale dhe shohim që tani asnjë kryetar i komunës nuk është në listën për zgjedhje nacionale. Pra edhe këtu vlen ajo që edhe në zgjedhjet e shkurtit
kryetarët e atëhershëm të komunave e kanë shfrytzuar bazën ligjore dhe ata kanë kandiduar për zgjedhje nacionale dhe pas përfundimit procesit, ata kanë vendosur se a do të qëndrojnë në Parlamentin e Republikës Kosovës apo kryetari i komunës. Domethënë e njëjta pothuajse ka aspekti ligjor. Kjo më shumë bëhet për të marrë vota, sepse nuk kam pa një kryetar që ka dhënë ndërheqje dhe ka dërguar komunën në zgjedhje të parakohshme. Cili ka qenë, unë nuk e mbaj mend. E kryetarit Agim Veliu, do thonë e cili ka qenë kryetar i komunës Podevës. Po ka qenë shumë afër zgjedhjeve të rregullta, nëse nuk gaboj një muaj 2 dallimi. Jo thatë që s'keni para, rastet ekzistojnë. Po, mendoja në mes të mandatit. Po, kështu që mundësia ligjore ekziston dhe personi i cili do të garojnë për nivelin qendror mund ta shfrytëzojë atë mundësi ligjore dhe bën atë veprim. Pastaj varet nga ai person se a do të jetë edhe në zgjedhjet e fundit të shkurtit, për shembull, nën kryetari i asociacionit, kryetari i komunës së Lipjanit, i cili gjithashtu zgjedh pa ballotazh, zotëri Imre Ahmeti, ka mund të shkojë në parlament, mirë po ai ka vendosur që të qëndrojë në krye të komunës së Lipjanit. Do thonë mundësia ligjore ekziston dhe secili person në Republikën e Kosovës mund ta shfrytëzojë atë mundësi ligjore. Nëse i kthehemi ndër vite, kuvendit komunal, cili do prej tyre, përfaqësuesit e saj kryesisht kanë qenë arsimtarë të ndryshëm, profesor të shkollave, ka pasur pak nga ekonomia, jo shumë politikanë të rinj siç është sot. Sot kemi politikanë të rinj pra që synojnë më tej të rrisin karrierën e tyre politike, kemi po ashtu persona që vinë nga fusha e biznesit, pra sot ndoshta rëndësia është më e madhe, kanë kuptuar rëndësinë dhe kemi po ashtu ende punëtorë që janë të, le të themi, kësaj radhe në kryeqytet kemi pasur drejtoreshën e një shkolle, cila ka dhënë ndërheqje dhe është bërë këshilltare komunale, kemi pasur drejtoreshën e një qerdhe që është zgjedhur, nuk e dia ka dhënë ndërheqje nga pozita e qerdhës, nuk po i përmendi partit sepse kjo nuk ka të bëjë shumë me partit, ka të bëjë me individet, pra persona që janë ose arsimtare në një shkollë dhe e pas që ishte betuar si këshilltare komunale. Tani dikur e di që këta merrnin të dy pagat, por njërën e merrnin më pak. Tash me ligjin e ri, a mund të i marrë 2 paga nga shteti, apo duhet të heqë dorë nga njëra punë? Po, Rajmonda, jo saktësisht e theksut një pjesë të historisë e antarëve të kuvendeve komunale. Neve po thuaj se që disa vite kemi lobuar si asociacion që antarët e kuvendeve komunale, sepse dakordona me ju kur thatë edhe ata janë përfaqësues të popullit, të kenë një pagë të dinjitetshme. Derë me hyrjen fuqi të ligjit të pagave, ata kanë marrën një lloj mëditje edhe një lloj shtese për takimet e kuvendeve komunale, po edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe Komitetin për Komunitete. Dhe në atë kohë, neve si asociacion kemi marrë shumë kërkesa nga ish antarët e kuvendeve komunale, në atë kohë që të kenë një pagë të dinjitetshme në mënyrë që të ngritet niveli dhe kualiteti kuvendeve komunale si të tilla, sepse ndër vite neve si asociacion që punojmë së bashku me ta, patëm vrejt që kualiteti i kuvendeve komunale në tërësi pat filluar të mos jetë si më përpara. Dhe neve kemi lobuar jashtëzakonisht shumë dhe në ligjin për paga antarët e kuvendeve komunale janë përfshirë si zyrtar publik. Do të thonë ata do të kenë pagë mujore. Në të kaluarën e kanë marrë një shtesë, përveç pagës bazë edhe 30% të pagës së dytë, mirë po tani nuk e kanë atë mundësi. Gjatë kësaj periudhe kohore ka marrë shumë kërkesa nga antarët e tanishëm të kuvendeve komunale, po gjithashtu edhe nga disa kryetarë të komunave, të cilët kanë kërkuar sqarime sa i përket kësaj baze ligjore, dhe me ligjin e për paga, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2023, saktësohet që një antar i kuvendit komunal, nëse punon edhe në sektorin publik, në këtë rast mësues, arsimtar apo punëtor shëndetësor, nuk mund t'i marrin 2 paga nga buxheti i Republikës Kosovës. Pra njëra nuk e merr 0%, pra njërën du të heqë dorë. Duhet të zgjedh a do të jetë antar i kuvendit komunal apo ta ushtrojë atë pozitë që e ka pasur derisa është bërë antar i kuvendit komunal. Dhe këtë e saktëson neni 23 i ligjit për paga, ku thuhet që antarët e kuvendit komunal për pjesëmarrje vetëm në komitete. Vetëm në komitetet përhershme, i cili është komiteti për Politikë dhe Financa edhe për komunitete, mund ta marrin 30% të pagës bazë të përcaktuar për antarin e kuvendit, dhe antarët e kuvendit komunal që marrin një pagë të rregullt
nga buxheti i Kosovës përfitojnë vetëm shtesën sipas paragrafit 4 të këtij neni. Dhe shtesa sipas paragrafit 4 kuptohet vetëm për komitete, jo për tjera çështje. Jepet vetëm një herë brenda muajit dhe paguhet vetëm nëse anëtarët e Kuvendit Komunal marrin pjesë në komitetet e përhershme të Kuvendit Komunal. Domethënë ato. Mirë, po gjithashtu e kemi edhe sqarimin sa i përket kësaj çështje, ku thuhet që në rast se në punësi i shërbimit civil apo në punësi i shërbimit publik zgjidhet si anëtar i Kuvendit Komunal apo emërohet politikisht në pozita në nivel qendror apo lokal, me përjashtim të zyrtarëve të kabinetit, duhet të pezullojnë pa pagesë sipas detyrës zyrtare nga pozita në shërbimin publik apo civil. Do të thonë, kjo është e saktë dhe tani anëtarët e kuvendeve komunale janë duke i rishikuar pozicionet e tyre dhe brenga jonë përsëri është tash, se neve kemi lobuar se anëtarët e kuvendeve komunale të kenë një pak të dinjitetshme në mënyrë që ta ushtrojnë pozicionin e tyre. Dhe kjo është punë një herë në muaj, rrallë ndodh 2 herë në muaj, pra zakonisht edhe me legj më duket janë 12 mbledhje të 10 minimumi është e përcaktuar, po themi kemi 12 ndoshta ndonjëherë të jashtëzakonshme solemne, mri ndoshta në 20 në një vit. Dhe këta persona kanë kohë që të bëjnë edhe një punë tjetër, sepse një herë në muaj, natyrisht që mund të marrësh një ditë e lirë, dhe besoj që kjo nuk ju pëlqen këshilltarëve komunal, për shkak se duhet të zgjedhin vetëm njërën pagë. Po, është shumë e vërtet kjo që po e theksoni, po brenga jonë tash ka filluar që mos po kthehemi mbrapa sa i përket kualitetit të përfaqësimit të anëtarëve të kuvendeve komunale në kuvende komunale. Do të thonë se nëse kemi një zyrtar të karrierës dikon dhe ai detyrohet që ta pezullojë atë vend pune, të jetë si anëtar i kuvendit komunal, ndoshta nuk do të ketë interesim në të ardhmen. Dhe kjo është brenga dhe disa kryetarëve me të cilët e kemi diskutuar këtë çështje, dhe neve si asociacion tash, zbashku me OSB-n, do i kemi takimet me gjithë anëtarët e kuvendeve komunale të zgjedhur pas të zgjedhjeve të fundit lokale, ku do e diskutojmë edhe këtë brengë. Do të thonë se kjo është një brengë. Do të keni një shifër të dini se sa është numri i këshilltarëve të zgjedhur tashmë, të cilët kanë një pozitje në qeveri, le themi në institucionet shtetërore. Po, është shumë e vërtet kjo. Neve ende nuk i kemi këto të dhënë në atë kuptimin, sepse jemi të interesuar njerë që gjithë shka të shkojmë barë në për konstituimet e kuvendeve komunale, pastaj të emrohen edhe drejtarët komunal, i kemi kolegjumet tona profesionale cilat duhet të freskohen, e kemi kuvende në asociacionit ku do të zgjidhet bordi i ri, e kemi trajnimet për gjithë anëtarët e kuvendeve komunale dhe këto ndoshta nuk është shumë e domosdoshme mi pasën, po brenga anëtarëve të kuvendeve komunale ka filluar që t'jetë kjo. Do të thonë që mos lejimi tyre ta ushtrojnë edhe një pozitë në shërbimin civil apo publik dhe t'jenë anëtarët kuvendeve komunale, jemi duke menduar që kuvendet komunale ka aspekti i përfaqësimit kualitativ do të zbehen. Dhe për këtë arsye neve po mendojmë që pas tyre takimeve që do i kemi me gjithë anëtarët e kuvendeve komunale, po edhe me kryetarët e komunave edhe me bordin i cili do të zgjedhet, do ta formulojmë një kërkesë që kjo çështje të diskutohet në nivelin qendror, që mundësisht me qeverinë e ardhshme të diskutohet amandamentimi i këtij neni, sepse duhet ta kemi parasysh edhe këta janë përfaqësues të popullit, po kemi përfaqësues të popullit edhe në nivel qendror. Çfarë do të kërkoni ju? Që të kemi atë rregullin njërën pagë 100%, tjetrën 30% siç ka qenë. Ashtu për pjesëmarrje në seancat e kuvendit komunal apo diçka të tillë që në mënyrë që ta inkurajojmë kualitetin e personave të kandidojnë për zgjedhje lokale. Sepse, sinqerisht, do të gjindemi, pastaj është edhe kuota gjinore. Kemi gjatë bisedës që kanë zhvilluar me disa kryetarë, mendojnë që edhe ka aspekti kuotës gjinore do të ketë mungesë. Se po them, nëse dikush ka punu për 20-30 vjetë në sistemin arsimor apo shëndetësor, tash ta lej atë punë, të kthehet si anëtar i kuvendit komunal, ta pezulloj vendin e punës, dhe shikoni, pezullimi i vendit punës... A e humbat vend punës? Jo, pezullohet. Do të thonë, derisa e ushtron mandatin e anëtarit kuvendit komunal, e pezullon vendin e punës. Mirë po, duke i vrejtur gjendjen në komunat e Republikës Kosovës, ndoshta kur të zaventsojnë në atë vend pune, pas 4 viteve ndoshta duhet të shkoni dikon tjetër.
Do thonë se ajo pozita si pozit që ruhet. Pozita si pozit pezullohet, mirë po, ai për 4 vjetë dikush duhet me ju zavencu juve, apo në atë shkollë, apo në atë qendrët mjekësisë familjare, dhe pastaj ndoshta duhet me të sistemu dikun tjetër. Do thonë, këto janë ato dilemat cilat janë ngritë edhe nga anëtarët e kuvendeve komunale që e kanë marrë shumë seriozisht këtë çështje edhe ne si asociacion do ta ngrisim në nivelin qendror pas konstituimit të organeve qeveritare dhe po besojmë se do ta gjejmë do ta zgjidhim këtë problem që është problem për anëtarët e kuvendeve komunale, të cilët janë më së mundën sa po. Dhe në këtë moment ata marrin vetëm një pagë. Aktualisht. Tash domethënë shkon lista e pagave në nivelin qendror dhe thesari ekzekuton. Do thonë tash është përgjegjësi institucionale e shefave të personelit nëpër komuna që kur t'i hartojnë listat e pagave të kenë kujdes në këtë çështje. Sepse mund të ndodhen domethënë lëshime, ato lëshime ndoshta mund t'i mos vrej edhe thesari i Kosovës. Pra dikush mund të marrë 2 paga. Po, nëse merr 2 paga, atëherë nuk di se çka të ndodh. Do thonë, cilat janë hapat, cilat dikush mund t'i ndërmerr në mënyrë që ato mjete financiare të kthehen. Mirë po të A e specifikon ligji që nëse një person është i zgjedhur duhet vetë kërkoj pezullim të punës, sepse nëse këta këshilltar komunal që janë të pakënaqur për atë dhe kanë ardhur te ju nuk duan natyrisht të pezullojnë vendet e tyre të punës, pra mund të mos deklarohen dhe kjo mund bëjë që ne të kemi ekzekutim të 2 pagave. So kam informata, kryetarët e komunave i kanë informuar vetëm anëtarët e kuvendeve komunale për këtë. Mirë po edhe niveli qendror i ka dërguar këto informata më herët te komunat e Republikës Kosovës, ka fillimi i mesi i shtatorit, dhe pastaj anëtarët e kuvendeve komunale, une tash se s'po du mja hedh fajën nxehtë atyre, mirë po une për veti, po të kandidoja për anëtarët kuvendit komunal, do ta shikoja pak ligjin se çka thotë, se kemi pas ndryshime, pastaj anëtarët e kuvendeve komunale nuk kanë marrë mëditje, po kanë marrë paga të rregullta. Do thonë me automatizëm ti duhesh me ditën që je në ligjin për paga, dhe aty je tash nuk je në cilësinë e këshilltarit, po je të zyrtarit. Do thonë këto janë ato ndryshime të cilat kanë ndodhur dhe po mendoj që anëtarët cilët e kanë këtë dilemë duhet ta zgjidhen në mënyrë që lista e pagave cilat dorëzohet nga institucionet lokale në nivelin qendror të mos ketë dilema të tilla, në mënyrë që mos ta afektojë personin i cili kushtimisht mund t'i kërkojë 2 paga. Pra kjo është çështje që ju do të merreni në 2026-ën? Po. Që të kemi ndryshim të ligjit? Po, patjetër. Patjetër, domethënë edhe në këto takimet që do fillojmë pas mesit janarit me OSB-n do i ngrisim këtë shqetësim dhe do i marrim rekomandimet e anëtarëve të kuvendeve komunale dhe në mënyrë që të kemi argumentet tona gjatë procesit lobimit apo kërkesave tona drejtuar nivelit qendror për amandamentimin e këtij neni në mënyrë që t'i lejohet edhe anëtarëve të kuvendeve komunale veprimtaria e tillë. Ne e dimë se në parlament A lejohet, këtë doja të pyesja. A mundet një deputet jetë edhe profesor, arsimtar, doktor? Unë nuk e di saktësisht se si është e rregulluar në nivelin qendror, mirë po në nivelin qendror kemi profesor universitar, kemi mjek profesioneve të ndryshme, cilët ushtrojnë profesionin e tyre edhe në për institucionet cilat marrin paga nga buxheti i shtetit, por do e bëjmë një krahasim. Do të thonë se si është e rregulluar në nivelin qendror. Nëse deputetëve të Parlamentit të Republikës Kosovës i mundsohet ajo, i lejohet që të marrin një kontribut apo një 30% si kërkohet për nivelin lokal, nga ana jonë do të kërkohet sidomos, do e shohim, do thonë se edhe ju e thatë edhe unë dakordojmë se edhe ata janë përfaqësues të popullit. Do thonë si niveli qendror, si niveli lokal dhe për këtë arsye neve gjatë procesit lobimit për një pagë të dinjitetshme kemi thonë, këta janë përfaqësues të popullit, këta i kanë marrë votat dhe duhet ta kenë një pagë të dinjitetshme. Tash nëse nivelin qendror, sepse s'po du me hy se si është rregulluar në Parlamentin e Republikës Kosovës, përkundër që edhe pagat kanë diskrepancë të jashtëzakonshme. Mirë po nuk duhet të ankohemi edhe për pagat aktuale të anëtarëve të kuvendeve komunale, do e shohim dhe do të mundohemi që ta gjejmë një zgjidhje të përbashkët dhe të bëjmë krahasime me deputet në nivelin qendror, siç e kanë ata të rregulluar, që ajo përkthehet edhe për nivelin lokal. Faleminderit shumë, po besoj që do takohemi në 2026 për të parë se si po shkon kjo çështja e pagave dhe punë të tjera me këshilltarët komunal që thatë që i keni. Ishte kënaqësi, faleminderit Ramila. Faleminderit shumë dhe tash ne do të shkojmë në Lagjën Kalabria, atje ku para një viti komuna tha se do të përfundojë